I ftuar në studio, analisti Artan Hoxha, mirë se erdhët, zoti Hoxha. Broma. U mbajt një tryez për reformën elektorale, duket sikur lajmi në media në fakt nuk ka të bëj shumë me çfarë u tha, po që ulën të tre, vazhdojmë përsëri me një lloj kështu qasje që më në fundi pam të tre, ai nuk i dha dorën kur iku. Në vitin 2016 mendoni që përbën përsëri një tërheqje kaq të madhe që i pam për herë të parë tre aktorët kryesorë të reformave më të rëndësishme në vend? Kur sot ambasadori Donald Duart Trokiti, do thot që ka bërë si shkretë të tjera që gëzohet nga një pikë ujë dhe nga një vetë shi. Pra që do të vazhdojmë të kemi si rregull një marrëdhënie as pak normale ndër politike, me një tension permanent që një vetëm rritje dhe ulje mbi zonën e maksimumit të tensionit, dhe atëherë momente të tilla duket sikur janë të dëshirueshme, të lëvdueshme, kur në fakt duhet ishte normaliteti. Dhe në kaq pak gjë të marrësh i Duart Trokiti nga ambasadori amerikan, që ka kaq thjesht marrësh Duart Trokiti nga ambasadori amerikan. Kështu disa lodhet ai kur i takon, sepse nuk e dim edhe kështu veç e veç. Pra argumenti më të mirë për ditën e sotme mund ta japi vetëm Donald që Duart Trokiti në atë takim, se në fakt çfarë pam secili nga tre liderët vazhdoi agjendën e vet. Doja të na lësh, a si u duk qëndrimi i tyre për reformën elektorale? U duk sikur të tre thanë ato si tre drejtëza që nuk priten. Secili për hesapin e vet. Rama me pretendimet vetëm për zgjedhjet e shkuara dhe nuk dëgjova ndonjë reflektim për zgjedhjet e 2015-s, ndërkohë që ambasadori Donald ishte i qartë në ripërsëritjen e gjetjeve të raportit të OSBE-Odirit, personat të inkriminuar, friksim i zgjedhësve në ditën e zgjedhjeve dhe tjerë si këta. Kishim Lulzim Bashën, i cili duke qenë opozitë, duke pretenduar për zgjedhjet e 2015-s, rezonon me Donald Trump në vretit për ato zgjedhje. Por nuk është se 2015 janë vetëm zgjedhjet e vetme problematike në Shqipëri, se në 25 vite demokraci kemi pas goxha zgjedhje me probleme në Shqipëri deri të rënda. Dhe këtu rikujtohet Ilir Meta për 96-ën, kur jemi në 2015. Është më gjau si ato i natët e çifteve që mjafton diçka e vogël dhe kujtojnë që nga dita e parë e mëkatit e deri në fund ashtu siç është fiksuar njërit apo tjetrit. Që thotë nuk ka paqtim, nuk ka paqtim dhe nuk ka urtësi. Vjetër edhe ke gestikulacionet, ke shmangja e dhënies së dorës, që është e kuptueshme me tensionin politik. Është e pakuptueshme me standardin evropian. Dhe bëri mirë përfaqësuesi i BE-s që dha një qëndrim shumë të qartë. Pa standarde evropiane në Shqipëri për zgjedhjet nuk mund të ketë anëtarësi Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithsesi duket se reforma elektorale tashmë është një domosdoshmëri. Duket se do të bëhet, por nëse do të kthehemi në kohë dhe do t'i referohemi kujtesës të tre aktorët kryesor, janë personazhe që kanë hije në lidhje me zgjedhjet në këtë vend. Kujtojmë që Edi Rama është njeriu që ndërhyri dhe bëri ndryshimet në kod me Sali Berishën me listat e mbyllura dhe në parlament ne patëm deputet me të shkuar kriminale. Kam parasysh zgjedhjet e 2015-s ku kandiduan njerëz me të shkuar kriminale, pavarësisht një presioni shumë të fortë të ndërkombëtarëve, nuk u mor parasysh. Zoti Basha ka qenë ministër në zgjedhjet e vitit 2009 shumë të kontestuara nga opozita e asaj kohe. Zoti Meta akuzohet LSI-a si forca që futi frymën e shitblerjes së votës, pra tre këto personazhe pavarësisht alibive dhe qëndrimeve të tyre janë të lidhur me defektet e mëdha të zgjedhjeve në këtë vend. Sa e besueshme, sa e frytshme, sa me themel për të qenë një reformë në perspektivë e qëndrueshme mund të jetë një reformë e dalë nga duart e tyre? Mua më duket domosdoshmë që nëse ka ende njëri sot në Shqipëri që thotë duhet reformë zgjedhore për me bërë zgjedhje të mira në Shqipëri, unë do ngreja supet i çuditur.
sepse ligji zgjedhor dhe sistemi zgjedhor mund t'jetë ligji dhe sistemi më i ndryshuar në çdo palëzjedhje. Dhe gjithmonë është bërë me qëllimin që të pengojmë manipulimet dhe keqpërdorimet e forcës në zgjedhje. Dhe asnjëherë nuk ka mbaruar përdorimi i forcës dhe i metodave të shtrëmbura për të ndikuar në një mënyrë a një tjetër rezultatin zgjedhor, dhe atëherë nuk qënë ka fare problem as i sistemit, as i procedurës, por është thjesht i papranueshmërisë së një rezultati humbës nga një rapal që dikton sjelljen simetrike të palës tjetër dhe rrim pastaj me ditë të tëra për të numëruar votat dhe me vite të tëra duke diskutuar javodhi humbi, se me të vërtetë i humbi apo nuk ishte një humbje vërtet. Shembull më tipik për të treguar që problemet e Shqipërisë nuk janë ndryshimet e ligjeve dhe të kushtetutës, por është ndryshimi i sjelljes. Dhe ndryshimi i sjelljes është gara elektorale, është përballë publikut, publiku vendos kush do qeverisi këtë vend a këtë bashki në 4 vitet e ardhshme, mban barr dhe përgjegjësi mbi vete. Pjesa tjetër përgatitet për garën e ardhshme. Dhe nuk është as ndonjë lavdi e madhe të fitosh dhe as ndonjë katastrofë të humbasësh. Nëse politikanët shqiptarë dhe mbështetësit, antarët e partive, simpatizantët e partive, nuk kuptojnë thjeshtësinë e demokracisë. Të fitosh nuk është lavdi, por është përgjegjësi, të humbasësh nuk është turp. Por është mundësi për të ristrukturuar. Nuk kanë lidhje me këtë, le të themi, me këtë fisnikëri elektorale apo. Pra është lidhje. Si e mendoni se duhet të jetë reforma e dalë prej tyre? Po nuk është liruar nga etja e pakufishme për pushtet. Unë nuk besoj se ka sistem dhe procedurë që t'i bëj ballë këtij vullneti të mbrapsht, o të fitoj me gjithçka, o mos pranoj humbjen asnjëherë. Qartë. Në fakt, duket sikur reforma elektorale është testi për një reformë shumë të rëndësishme që është reforma në drejtësi. Kanë nisur debatet, u qua drafti ekspertëve të përzgjedhur nga qeveria, nga shumica, u quan opinionet e LSI-s, opinionet e Partisë Demokratike, erdhën raportuesit e Venecias, dhanë opinionet e tyre. Si ju duk deri tani, deri në këtë pikë? Si 2 pika ujë me reformën zgjedhore. Pra, ngrihet një shqetësim i realitetit të përditshëm dhe në veç që të kuptohet arsyet e vërteta, sepse pretendohet se duke ndryshuar një ligj, në këtë rast ligjin themeltar të shtetit, kushtetutën, me një krijimin e një labirinti të pakuptueshëm si lëmsh paraporte, dhe në ato dashamirësit e futbollit, të një sistemi që vetëse check and balance dhe efektiv nuk mund të jetë, atëherë kërkohet pra me një reformë të këtillë të zgjidhet një çështje që nuk buron e keqja nga sistemi në modelin e vet, por në sjelljen e përditshme. Dhe unë them që nëse ne do të imagjinonim një proces reformimi ciklik të sistemit drejtësisë, ku gjithmonë të kërkohet të ndryshohet sistemi për të korrigjuar problemet, do t'i ngjajë si 2 pika ujë historisë së sistemeve zgjedhore të ndryshuara dhe të manipuluara, të ndryshuara dhe të manipuluara, të ndryshuara dhe të papranuara, të ndryshuara dhe të papranuara. Në rezultat, kështu do këtë fat do të ketë dhe drejtësia. Gjithsesi, ndërkombëtarët duket se janë të lodhur, duhet thënë ajo që ne shohim është një ngutje e tyre për të thënë ju do ta bëni këtë reformë tani, ka ardhur pika e fundit, kemi 25 vite që investojmë njerëz, investojmë lek, investojmë këtu për këtë reformë në drejtësi, diku kemi bërë si kur e kemi kuptuar që keni bërë, pastaj keni çeduar tjerë, ka ardhur fundi, ju do ta bëni këtë reformë. Duket se kjo reformë do bëhet, se me 3/5, se me 2/3, se do gjenden ata 10 deputet të kalojnë për të votuar, nuk e di, do ta shohim, por duket se po shkohet drejt miratimit të një reforme. Mendojnë që do të jetë një reformë të paktën
afatgjatë që do filloj të japi frytet e saj pozitive në sistemin ton të drejtësisë? S'besoj as pak. Nuk besoj as pak se këto ndryshimet e kushtetutës do prodhojnë efekte pozitive nëse nuk ndryshojnë rrethanat të tjera që nuk kanë bënë me sistemi, po kanë bënë me ekuilibrin social, me fuqinë kontraktore të palëve, në një proces gjyqësor apo në një proces politik. Dhe ndërkombëtarët nuk lodhen ndonjëherë. Nuk kam pa ndonjëherë të lodhur. Pavarësisht se në çdo moment gjithmonë është thënë, o tani, o kurrë. E qartë. Në 2008 fliteshte për një reformë të drejtësisë si kusht për të marrë ftesën në NATO. Sot e kemi për në BE. U bë, do marrë ftesa. E mani mend në 2008 konsensus me dy partive, bilesi u dha një rol opozitës socialiste në atë kohë, ta merrte ajo flamurin e reformës drejtësisë në parlament në 2008. Vetëm që të bëheshte e reformë, se priteshte ftesa nga NATO në 2008. U bën ndryshime kyçe në ligjin e organizimit të pushtetit gjyqësor, u morë dhe ftesa në NATO dhe rivim përsëri me një kritik të jashtëzakonshme për sistemin ton të drejtësisë. Prandaj them që nuk i besoj fare efekteve çuditëbërëse të ndryshimeve që po propozohen në kushtetutë, sepse mendoj që problemet e sistemit të drejtësisë, siç janë problemet e sistemit të shëndetësisë, siç janë problemet e sistemit të bujqësisë, siç janë problemet edhe të zgjedhjeve shqiptare, nuk burojnë nga ligjet e shkruara, po burojnë nga vullneti dhe ekuilibri i forcës për t'i zbatuar apo për të ankuar në keqzbatimin e tyre. Që mungon? Që jemi në dizekuilibër. Unë them që jemi në dizekuilibër, në dizekuilibër politik dhe në dizekuilibër social, që prodhon eksese, prodhon kundërshti pa arsye ose prodhon supremaci pa baza. Kuptoj. Do të flasim pak për një lajm që mund të jetë lajmi i mbrëmjes. Në fakt, duket se Ben Blushi nuk është të shprehur, le të themi fjalë për fjalë që unë do të kandidoj, por ka thënë po unë do të kem një platformë ose unë do të mbështes një platformë ndryshe në Kongresin e Partisë Socialiste që mbahet në datën 19 mars. Analist, gazetarë e shohin si një veçpallje të një kandidature të Blushit. Si u duket kjo lëvizje? Është brenda normalitetit politik, këtu kemi një parti socialiste, e cila erdhi në pushtet në një alancë me LSI-n, kuptohet se ndryshe kishte fitu zgjedhjet e 2013-s, por me erdhi me një pretendim shumë të lartë të rilindë Shqipërinë. Dhe zhgënjimi nga rilindja është evident. Jo vetëm nga ata që nuk e votuan në 2013-ën, por nga shumë që ata që e votuan, ndoshta duke besuar. Blushi vetë thotë unë kam besuar dhe ajo dështoi. Nuk e di sa i sinqert është në besimin në 2013. Por ka ardhur një moment kur ai sheh që Partia Socialiste përmes rilindësve, jo vetëm që është larg, nuk po realizon asnjë nga premtimet, por është shndruar në një problem për shtresat e gjëra. Përmes metodave inkuizitore të dhunshme në tejkalim të proporcionalitetit në përdorimin e tyre, vendi nuk po përparon në shumë drejtime, po bën dhe regres në shumë drejtime të tjera, dhe atëherë Blushi, si politikan që është, kupton që ka lindur që sot nevoja për një alternativë brenda të majtës. Dhe mendon që brenda ka shanse të majtës, brenda Partisë Socialiste. Ka shanse Blushi nëse të marri drejtimin e Partisë Socialiste? Këtë nuk di të them të marri Partinë Socialiste, por di të them që në Partinë Socialiste ka patur nisma që kanë kundërshtuar kryetarin e kësaj partije. Dhe sot e kemi... Lëmëne e famshme është tretur, ka ngelur vetëm kemi Blushi. LSI-n që në 2003. Kemi dhe LSI-n që në 2003. Por mos harrojmë që ishte nano. Ishte një kryetar tjetër, i cili, si të thuash, me të gjitha gjërat që ka, linte një mendim ndryshe. Natyrisht që Nana ka pas këtë cilësi. Me Ramën, është e lehtë që të merret partia me këto mendimet ndryshe, mendoni? Nuk është
mjedisi në Partinë Socialiste nuk është aq i shkrifët dhe liberal siç ka qenë në kohën e Fatos Nanos, por jemi dhe në vitin 2016. Nuk jemi në vitin 2003. Shqipëria, sidoqoftë, është një vend shumë i hapur, është një vend ku forca e kohës ka emancipuar gjithnjë më shumë shoqërinë, kështu që nga këto këndvështrime ka më shumë shanse. Dhe jo domosdoshmërisht duhet mendojmë që në këto momente, deri kur të ketë një ballafaqim tjetër zgjedhor dhe të shifet rezultati i kryeministit Rama në ato zgjedhje, jo domosdoshmërisht duhet shohim që të ketë një përmbysje brenda partisë, të rrëzohet Edi Rama si kryetar partije. Por brenda asaj partie lind një alternativë e re, e cila shërben si kontrast me alternativën zyrtare të kësaj partie, dhe të kryeministrit kryetari saj, dhe kur të vi një ditë që rezultati elektoral të jetë negativ, Memlushi ka plotësisht të drejtë të thotë, ju thash që nuk ishte ajo rruga e duhur, por ishte kjo tjetër. Dhe ka drejtë të pretendoj pastaj që një parti socialiste në opozit të rinovohet përmes procesit të opozitarit. Pra, them që ose ka dhe një skenar tjetër që brenda të majtës krijohet dhe një pol tjetër, dhe atëherë kemi një LSI, kemi një pol të krijuar brenda dhe kemi një zvoglim të peshës së rilindjes. Ju do thotë, e majta shndrohet në tre polare pa llogaritur PD-n nga krau tjetër, poli 4, dhe kjo mund ta bënte dinamikën politike goxha interesante, duke kontribuar në radh parë në uljen e arrogancës së rilindësve. Do të thënë të duket më e mirë kjo, një ndarje, le të themi, balancash, një pol i tretë brenda PS-s, ndoshta një dalje tjetër. Them këtë gjë që ne në 2013 patëm një rezultat zgjedhor që e kemi analizuar, por produkti i atyre zgjedhjeve ishte një supermaxhorancë. Një supermaxhorancë nga e cila pjesa majoritare e super arroganca që ju e keni thënë, domethënë. Rilindësit erdhen me goxha pretendime që u shndrua shpejt në arrogancë. Dhe në 18 muajt e parë të kësaj qeverie, LSI-ja nuk luajti rolin e amortizatorit të kësaj arrogance, por përkundër idealitar. Ka 6 muaj që LSI-ja është kujtuar të thotë një minut, dalër bek se ka në bek. Dhe ne po shohim domethënë që edhe arroganca u zmusoka, nuk që ka kaq e pathyeshme. Dhe nëse krijohet edhe një pol tjetër brenda Partisë Socialiste, unë besoj që kontribon tek ulja e arrogancës. Dhe ndoshta edhe jo pa çudi kontribon edhe në një mandat të dytë të një të majte, por një të majte jo arrogante. E qartë. Pra, të dy alternativat për mua janë njësoj të vlefshme, mjafton që të korrigjohet një disbalancë e krijuar në 2013, e cila skisit mos krijonte super arrogancë për shkak të super maxhorancës. Super numrat që ju e thoni gjithmonë. Unë ju falenderoj shumë, zoti Hoxha, për prandinë në studio. Ishim me analistin Artan Hoxha.